Të dashur miq të televizionit Nova, studio hapur në gjuhën shqipe, mirëdita. Jemi këtu në një prapavi krejt tjetër, do thotë për dallim për emisioneve të tjera ku jemi mësuar ta shohim zakonisht do thotë studion e televizionit Nova. Për dallim për emisioneve të tjera kur kemi pas do thotë një debat, sot kemi ndru do thotë modalitetin dhe kemi sjell vetëm një musafir. Atë e kemi zotri Arlind Zeçiri, ministrin e ri për investimeve të huaja. Zotri Arlind, përshëndetje dhe mirë se na erdhe së pari në Maqedoni dhe pranuat ftesën për të realizuar një intervistë me televizionin Nova, studio hapur në gjuhën shqipe. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe përshëndetje për ju dhe gjithë shiqësit e televizionit tuaj. Dua të theksoj që kjo është edhe një herët intervista ime e parë televizive si ministër i ri në kabinetin qeveritar. Do thotë mos e mirë edhe ne për një televizion i ri, por edhe ju si minister i ri. Dhe zotri Arlind na tregoni se kush është Arlind Zeçiri, do thotë ku i ka kryer studimet, si ka vepruar, çka ka punuar kështu me radhë për të njohur në një biografi e shkurtër do thotë e juaja. Pas mbarimit të studimeve postdiplomike në Vjenë të Austrisë, kam qenë i angazhuar nga një nga shtëpitë më me renome të advokatëve në Austri, përvojë e cila më dha një uri të konsiderueshme në botën e kontakteve dhe në të bërit biznes në suaza globale. Në vitin 2011 jam kthyer në Maqedoni, ku fillova me angazhimin tim profesional në Teoda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore, si përgjegjës i ndërlidhjeve të kompanive vendore me ato të huaja. Dikasteri që drejtoj tani është kontinuiteti i punës time paraprake 3 vjeçare, ku kam qenë ngarkuar me detyrën e përgjegjësit të zyrës Agjencionit për Investime të Huaja të Republikës Maqedonisë në Zvicër. Emrimi im në këtë post që kam tani është një privilegj, sfidë e madhe dhe njëkohësisht përgjegjësi për mua, sepse do të vazhdoj të kryej punën dhe të realizoj projektet në të cilat unë disa vite kam qenë i kyçur në mënyrë aktive. Zotri Zeçiri, vini me një dikaster shumë të rëndësishëm që Maqedonia prej vitit 2007 këndej ka vënë një theks të veçantë investimeve të huaja. Po ashtu edhe zavendësoni do thotë ministrin e deri tanishëm zotri Visar Fida, sa është do thotë kjo e rëndësishme për ju si personalitet për të zavendësuar zotrin Fida, por njëkohësisht edhe për ministrinë si dikaster. Zhvillimi ekonomik dhe tërheqja e investimeve të huaja është prioritet i qeverisë Republikës Maqedonisë. Do të vazhdoj në realizimin e programit qeveritar për në pjesën e thithjes së investimeve të huaja direkte. Marrja e këtij resorit edhe të Agjencionit për investime të huaja është një tregues i qartë se rritja e standardit të qytetarëve dhe zvoglimi i papunësisë është në fokusin e punës dhe një nga bazat e platformës të subjektit politik të cilit unë i takoj. Së bashku me zotri Fidën, i cili aktualisht drejton Agjencionin për investime të huaja, dhe kolegët të tjerë jemi në kontakt, mund të them dhe koordinim të përditshëm, ku vazhdojmë me angazhimin ton në prezantimin e ofertës shtetërore për investitorët e huaj, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme promovuese, si dhe realizimin e projekteve aktuale, varësisht se në cilën fazë të ciklit investues ata janë. Ti kthehemi pak investimeve do thotë në Maqedoni. Potencuam që nga viti 2007 deri këndej në vitin 2016 Maqedonia po jep një kontribut shumë të hatashëm do thotë në thithjen e investimeve të huaja. Mund të na jepni do thotë shifra zyrtare sa janë këto investime të huaja dhe si mund të krahasohemi do thotë me hapjen e vendeve të punës. Do thotë flitet dikun që 4 miliard euro do thotë kanë hyrë prej vitit 2007 këndej, ndërsa vendi i punësimeve do thotë flitet prej 13 deri në 15.000 persona të ri janë punësuar me thithjen e investimeve të huaja. Si thon informata zyrtare? Unë do ju përgjigjen në disa pika këtu. Normal, Maqedonia ofron paketa avantazhesh, të cilat kanë për qëllim të joshin sa më tepër investitorët të huaj. Prandaj mund të themi që qëllimet tona po realizohen, që nga viti 2008 kemi arritur të sillim në Maqedoni kompani prestigjioze,
amerikane dhe ato europiane, të industrive dhe fushave të ndryshme, mirë po me theks të veçantë në industrinë automotive apo të automobilistikës. Të pyetja juaj në krijimin e vendeve të reja të punës, vetëm në zonat e lira ekonomike figuron numri 5400. Ky numër në kontinuitet po rritet, duke pasur parasysh që në vitin 2012 ky numër ka qenë vetëm 1270 vendet të punës, ndërsa projeksionet për vitin 2016 janë që ky numër do të arrijë deri në shifrën 7100 vende të reja pune, por kur këto kompani të arrijnë kapacitetin e tyre të plot sipas biznes planeve të cilat ato neve na i dorëzojnë, ai numër do të arrijë mbi 16500 vende të reja të punës. Unë gjithashtu duhet të theksoj edhe një indikator mjaft të rëndësishëm që përveç të krijimit të vendeve të reja direkte të punës, krijohen edhe vende të reja të punës indirekte, nëpërmjet rritjes së kooperimit me kompanitë vendase. Benefit tjetër nga investimet e huaja janë edhe praktikat e reja të cilat ne i fitojmë apo të cilat vinë në vend, transferi i njohurive të reja, know-how, teknologji të reja, si dhe bashkëpunimi i realizuar me kompanitë vendase. Përveç punësimeve, investimet e huaja direkte sjellin edhe beneficione tjera për ekonominë e vendit, edhe një nga ato është rritja e eksportit. Eksporti nga kompanitë që janë të vendosura brenda për brenda në zonat e lira ekonomike kanë arritur shifrën rekorde për vitin e kaluar 1.5 miliard eurove dhe paraqet 36% të eksportit të përgjithshëm të vendit tonë. Në vitin 2013, Maqedonia ka pas 376 milion euro investime të huaja. Në krahasim me Malin e Zi, do thotë dhe vendet e tjera, Mali i Zi dikun ka pas 446 milion euro, Kosova 343 milion euro, ndërsa Bosnia ka pas vetëm 313 milion euro. Në këtë drejtim Shqipëria dhe Serbia disi avansojnë tek investimet e huaja, ku shifrat kanë arritë edhe shifrën e 1 miliard e gjysmë. Ku jemi në krahasim me vendet e rajonit? Unë do mundohem që jap një përgjigje shumë një pasqyrë reale, analizë të cilat ne vazhdimisht i bëjmë si ekip ekonomik në projektin e Invest Macedonia, që nga viti 2008 qeveria e vendit punon intensivisht për njohjen e Republikës Maqedonisë si një destinacion atraktiv për investime nëpërmjet projektit që e përmenda më herët. Patjetër, do të kemi parasysh madhësinë e tregut vendor, sepse në shumë raste kompanitë e huaja nuk hynë në vend të huaj vetëm për të eksportuar, siç është rasti në Maqedoni, por ato hynë për t'i kënaqur nevojat e tregut vendor, dhe faktor tjetër i rëndësishëm është procesi i privatizimit. Nëse merret parasysh që ky proces i privatizimit në Maqedoni ka mbaruar dhe tregu ynë është tepër i vogël për që kompanitë të hynë vetëm në tregun ton, gjithashtu vlen të theksohet që shumë investime në disa vende të rajonit bëhen në sferën e ndërtimtarisë, hotelerisë dhe shërbimeve tjera në turizëm, shërbime të cilave i destinohet tregut apo investitorëve të huaj që buron nga pozita e ndryshme gjeografike, gjithsesi apo konkretisht dalja e tyre në det. E përmendët Shqipërinë, që janë më lartë se sa ne në sa i përket investimeve tuaja, por duhet të kemi një gjë të qartë se në Shqipëri dominojnë investimet si rezultat i privatizimeve dhe akuizimeve të ndërmarrjeve me kapital publik në sektorin energjetik, privatizimi nëpër hidrocentralet e ndryshme, sektori financiar, transporti për shkak që përmendëm më herët dalja e tyre në det, dhe investitorët apo investimet në sektorin e telekomunikacionit, ndërsa po të krahasim me Maqedoninë, në Shqipëri investimet në greenfield janë shumë të pakta. Dhe duke i marrë parasysh të gjitha këto rrethana objektive që ne i përmendëm më parë, dhe duke i krahasuar me nivelin e investimeve të bruto prodhimit vendor, po edhe sa investime të huaja kanë ndikuar në ekonominë lokale, Maqedonia as pak nuk qëndron keq krahasuar me vendet e tjera të rajonit.
Gjatë këtyre 9 apo 10 viteve, Maqedonia ka sjell njësër lehtësime, masa lehtësuese do thotë për investitorët e huaja. Cilët kanë qenë ato më detajisht dhe cilët kanë qenë ato që kanë dhënë fryt më së shumti tek investitorët? Maqedonia është vend që investitorëve të huaj i ofron një varg beneficionesh për realizimin e një biznesi të suksesshëm. Punë e cila është bërë ndër vite me një projekt edhe strategji të paracaktuar mirë. Një prej këtyre indikatorëve janë lokacioni gjeografik, se ku ne gjindemi, investitorëve të ardhshëm ju ofron mundësi që për një kohë shumë të shkurt produktet e tyre t'i plasojnë nëpër tregjet europiane apo botërore. Nga aspekti vendimarrjes është shumë e rëndësishme të ceket që për të investuar në Maqedoni ekzistojnë edhe janë shumë të rëndësishme benefitet ekonomike dhe fiskale, të cilat shpeshherë edhe janë kyç në prurjen e vendimeve të caktuara që të vendosin të hyjnë në Maqedoni, përmirësimi kontinuitet i klimës afariste, gjithsesi stabilitetit makroekonomik dhe monetar, sistemi i volitshëm tatimor, fuqia punëtore konkurrente, shpenzimet e ulta për investim, marrëveshjet multilaterale dhe bilaterale që për treg të lirë që janë gjithashtu element mjaft me relevancë gjatë prurjes së vendimit të një kompanie apo një investitori të huaj të vinë në vendin tonë. Reforma të ndryshme ligjore që kemi sjellë, shembull zvoglimi i kohës për marrjes të lejes për ndërtim, ku kompanive ju duhen vetëm 74 ditë për të marrë leje ndërtimi, reforma të caktuara në ligjin për mbi punëtorët, reforma në arsim, si dhe shumë reforma tjera. Dhe sipas mendimit tim, aty ku duhet të përmirësohemi si shtet, është lehtësimi i marrjes së kredive nga ana e kompanive, qoftë vendore apo targeti ynë ato të huaja. Po për këtë nevojitet kohë, pasi që tregu bankar tek ne në Maqedoni nuk është aq i zhvilluar, le të shprehem kështu, duke marrë parasysh që faktin vetëm para disa viteve janë realizuar procesi i hyrjes së bankave të huaja në tregun vendas bankar. Zotri Zëshiri, të vëmë në një tekst të veçantë posaçërisht në zonat ekonomike shqiptare. Ministri i deri tanishëm do thotë Visar Fida në disa raste ka potencuar se në zonat ekonomike kryesisht e komunat shqiptare ka një interes do thotë nga kompanitë e huaja për të investuar aty. Edhe ministri i deri tanishëm do thotë Bekim Neziri nga ekonomia do thotë fliste disa emra të kompanive të cilat kanë shprehë dëshirë që të investojnë. Si është gjendja reale tek zonat ekonomike shqiptare? Në zonën e lirë ekonomike të Tetovës ka të nënshkruara kontrata me 4 investitorë të huaj, nga të cilat 2 janë kompani italiane, është 1 turke dhe investitori më i madh në zonën ekonomike të lirë të Tetovës është kompania amerikane Lear Corporation, njëherët edhe një ndër investitorët më të mëdhej në nivel republikan. Nga sfera automobilizmit, është? Po, në automotive. Nga sa kam unë informacione edhe në komunikimin, si që thash edhe më herët, me gjithë ekipin ton ekonomik që kemi, edhe me Zotri Fiden, edhe me ish ministrin e ekonomisë Zotin Nezirin, kemi informacion që 2 kompanit italiane janë në proces të marrjes së lejes së ndërtimit, edhe për kundër faktit që kanë bërë të gjitha përgatitjet për ndërtim, kurse kompania turke dhe Lear Corporation, kompania amerikane, kanë lejen e ndërtimit dhe ata kanë filluar dhe janë aktualisht duke ndërtuar kapacitetet e tyre prodhuese në zonën e lirë ekonomike të Tetovës. Zotri Zëqiri, Maqedonia tashmë 2 vite është në një krizë të thellë politike. Sa po ndikon kjo krizë e thellë politike dhe çfarë sinjale japni deri tek investitorët e huaja? Është e pashmangshme që kriza ekonomike, falni politike, të mos ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit, përkatësisht në tërheqjen e thithjes investitorëve të huaj. Pasqyra e krijuar për vendin nëpërmjet projektit Invest in Macedonia ndër vite dhe gjithë ekipit ekonomik të cilët merren me promovimin dhe tërheqjen e investitorëve të huaj është rënuar dukshëm. Nga se një ndër pikat kryesore të cilët biznis oferta e Maqedonisë e ofron
si pikë kryesore është stabiliteti politik. Pastaj, dua të theksoj që disa investitorë që sollën vendim final të vinë në Maqedoni dhe të investojnë, kanë vendosur që të ngrinë aktivitetet e tyre deri në zgjidhjen e krizës politike, apo kemi raste edhe më të rënda ku ata tërhiqen plotësisht nga planet e tyre investuese për të ardhur në Maqedoni. Atë që mund të apeloj dhe ta them për në fund është që kjo krizë duhet ditë më parë që të mbarojë. Dhe biznis oferta në të cilën unë dhe kolegët e mi fuqishëm besojmë, përkrahim dhe promovojmë të njëjtën, të jap rezultatet e saja përfundimtare. Uljen e papunësisë, rritjen e zhvillimit ekonomik, si dhe përfitimin e njohurive të reja teknologjike. Zotëri Zeqiri, diçka jashtë konteksteve të investimeve, keni ardhur në thot prej diasporës, si e shihni diasporën shqiptare, sa janë të organizuar ato dhe si është dëshira për të investuar këtu, po flasim për bizneset të vogla apo të mesme. Në punën time 3 vjeçare në Zvicër kam një prej targeteve që kam patur ka qenë edhe diaspora shqiptare ku jemi mjaft në Zvicër, sidomos gjenerata e tretë e cila është e integruar shumë mirë, që do të thotë janë në pozicione kyçe në për kompani të njohura dhe brende të njohura zvicrane, dhe nëpërmjet atyre kam pas shumë më lehtë t'ju tregoj për Maqedoninë dhe shumë më pak është desh ta tregoj biznes ofertën, po në të tokë për herë kam vërejtur që kanë më shumë dëshirë që të vinë në Maqedoni. Kemi edhe raste apo kompani, projektet që po i realizojmë dhe janë në vazhdimsi. Ajo është kompania Sweetwood Flooring Solutions, e cila kohë më parë edhe me drejtorin Fida bashkërisht e kemi punuar si projekt, e kemi shpallë si investitor të huaj, i cili do të investon 5 milion euro në Kërçov. Pastaj kemi edhe kompani tjera më të vogla, të mesme, si call centra, kompani të cilat japin shërbime tjera në sferat të ndryshme të IT-s. Zotëri Zeqiri, unë ju falenderoj në emrin tim personal dhe të studios së hapur në gjuhën shqipe dhe të televizionit Nova për kohën që keni ndarë dhe të realizojmë këtë intervistë. Shpresojmë që kjo nuk do të jetë një herët edhe intervista e fundit dhe shpresojmë që t'ju kemi edhe në studion tonë në televizionin Nova. Ju falenderit edhe gjithashtu edhe juve për kohën, konsideratën dhe ishte kënaqësi e veçantë. Falenderoj.